Prokurori i ri i shtetit të Georgias është tërhequr nga çështja penale ndaj presidentit Donald Trump dhe personave të tjerë të dyshuar për përpjekjen për të përmbysur zgjedhjet e vitit 2020, duke i dhënë fund një procesi të gjatë dhe të bujshëm. Hetimi ishte hapur në vitin 2023 nga prokuroria Fani Willis, e cila akuzoi presidentin për mashtrim zgjedhor pas presionit që ai i bëri sekretarit të shtetit, Brad Raffensperger. Telefonata ku Trump kërkonte të gjenin vota të mjaftueshme u bë prova kryesore që çoi në nisjen e hetimeve. Rasti mori edhe më shumë vëmendje kur Trump u paraqit në burgun e Atlantës për vetëm 20 minuta, moment nga i cili u shpërnda edhe fotografia e tij e famshme e arrestimit. Prokurori Pete Skandalakis tha se procesi nuk do t'i sillte përfitime qytetarëve të Georgias, nëse do të zvarritej edhe për shumë vite. Me këtë vendim, Trump shmangu një nga rreziqet më serioze ligjore që lidhej me humbjen e tij ndaj Joe Biden. Edhe më herët akuzat për dokumentet e klasifikuara u rrëzuan. Rasti i Georgias konsiderohej si më i forti sepse ishte ngritur nga një prokuror lokal dhe jo nga drejtësia federale, ndërkohë që mbrojtja e Trumpit cilësoi këtë si një fitore të rëndësishme politike dhe juridike.